Para ca kohe unë ju kam njoftuar se në Gjermani po punohet për lirimin e patentave të shoferëve sepse çmimet vërtet janë tepër të larta për patenta. Kjo mund të vijë vitin e ardhshëm, por sot vjen një lajm tjetër i mirë për shoferët që çdo ditë qarkullojnë me makina. Prej sot, pra 6 nëntor, në Gjermani futet në përdorim një aplikacion shumë i përshtatshëm për shoferët. Në fakt, ju e dini që dokumenti i regjistrimit të automjetit, që dikush e quajnë edhe libreza e makinës, apo dhe leja e qarkullimit, apo dhe në gjermanisht quhet Fahrzeugschein, pra thjesht është dokumenti i qarkullimit të makinës, duhet të mbahet gjithmonë në makinë dhe duhet ta tregoni nëse ua kërkon policia, ndryshe mund të gjobiteni. Por prej sot futet në përdorim edhe aplikacioni, pra një app, që mund të instalohet në telefon dhe ku mund të shkarkohen dokumentat e makinës. Aplikacioni quhet IKFZ app apo IKFZ app, quajeni si të doni, dhe mund ta instaloj secili në telefonin celular. Në Gjermani, në të ardhmen mjafton pra të keni këtë dokument digital në telefon, e kam fjalën për dokumentin digital të makinës, dhe mund ta tregoni nëse policia ua kërkon. Por në fazën fillestare duhet të keni patjetër edhe dokumentin në letër për çdo eventualitet, por nëse doni natyrisht ju mund ta tregoni vetëm dokumentin digital. Por kujdes, ky aplikacion tani për tani pra nuk vlen në vendet e tjera jashtë Gjermanisë, por vetëm në Gjermani. Ministria e Komunikacionit njoftoi sot se dokumenti digital do të jetë në dispozicion për të gjithë në Gjermani deri në fund të vitit 2026, ndërsa në të gjithë Bashkimin Evropian do të futet në fuqi nga viti 2030. Pra ekziston një fazë bukur e gjatë e aplikimit. Në këtë aplikacion do të thjeshtohet procedura e verifikimit të makinës e në këtë app mund të futen edhe të dhënat për kontrollin teknik, apo ajo që në gjermanisht quhet TÜV, dhe të dhënat të tjera të makinës. Ndryshe, me këtë aplikacion, jo vetëm që kursehet letër, por kursehet edhe kohë, sepse më nuk kemi nevojë të shkojmë në zyrën e komunikacionit dhe të marrim dokumenta në letër, të kërkojmë termine etj, por thjesht mund ta shkarkojmë përmes internetit në telefonin celular dhe e kemi me vete. Aplikacionin mund ta shkarkojnë pra të gjithë që kanë telefona Android apo dhe iOS, por aplikacionin mund ta instalojnë vetëm ata që kanë edhe një letër njoftim digital, i cili në Gjermani përdoret që nga viti 2010, por që në fakt e kanë shkarkuar vetëm 35% e banorëve të Gjermanisë. E t'ju them të drejtën, shumë njerëz nuk e dinë fare që ekziston një gjë e tillë, sidoqoftë autoritetet gjermane kanë vendosur që të fillojnë edhe një fazë të re të digitalizimit, sepse Gjermania ka probleme të mëdha në këtë fushë. Shumë çka, edhe me të bëhet në letër, krijohen burokraci, letra tepër të shumta etj. Sidoqoftë nga sot fillon faza e aplikimit të këtij aplikacioni të dokumentave të makinave dhe kjo është një fazë pilot, pra një fazë fillestare pro. Ndryshe, gjoba është 10 euro për ata që nuk e kanë librezën e makinës me vete. Pra, këto janë të dhënat e fundit nga Ministria e Komunikacionit. Unë me siguri që të ta përcjell këtë proces nëse ka edhe ndonjë ndryshim apo plotësim të informacioneve. Ju nëse doni, abonohuni në kanalet e mia dhe mos harroni ta shpërndani këtë video sepse me siguri është me interes për ata që janë të interesuar që të kenë menjëherë pra aplikacionin digital për tregimin e dokumentave të makinave. Faleminderit dhe mirupafshim.